asnjëherë se kom pas asnjë situatë pakëndshme në raport me asnjë medium edhe me asnjë gazetar. Prandaj jam falenderues edhe mirënjohës për punën e vështirë të gazetarëve edhe për ambientin ku punojnë, po unë personalisht ja kom pa haren se në shumicën e absolute të rasteve kom pas komplimente për paraqitje, për një korektësi të paraqitjes, për një mënyrë jo formale të paraqitjes të temave që nashta kërkojnë edhe një qasje pak më formale edhe pak më zyrtare. Faleminderit shumë. Për me dalë pak nga gjithçka, nga takimet e përditshme, nga angazhimet, por edhe nga koha me familjen sigurisht, ne kemi kërkuar apo të kemi sfiduar që të përballesh me veten. Do me thonë, kemi kërkuar t'i shkruash vetës një letër. Si ishte? Po, bëjë thënë drejtën hera parë që i kom shkru vetës letër, edhe mu ka dash me menu pak, çfarë qasje du me pas, edhe ma në fund kom arrit me bo një letër, po para prakisht i kom caktu disa kritere, disa pika të rëndësishme, të cilat janë si udhërëfys në mënyrën se qysh unë funksionaj. Edhe këtu tash që kemi produktin e gatshëm për para veti. Me shumë kënaqësi po të dëgjojmë. Edhe ju kom drejtu vetës. Ju kom drejtu vetës shaq. Shaqire kam emrin, po shaqëm ju në kret. Nëse do të ndalesh në një moment dhe do të shikoje rrugën që ke bërë, ndoshta do të kuptoje më qartë se gjithçka ka nisur nga një hap i vogël. Sepse e vërteta është e thjeshtë, edhe rruga më e gjatë, ajo prej 5.000 kilometrave fillon me guximin për të bërë hapin e parë. Më thonë, është shumë e rëndësishme me pas të qartë se suksesi është një rrugtim, nuk është një destinacion. Edhe po nuk e pa të guximin me e bërë hapin e parë, asnjëherë nuk do të arrish në destinacionin e duhur. Pastaj vazhdon, mos harro kur me qenë vetvetja. Shumë e rëndësishme për mua. Në një botë që shpesh të shtyn të ndryshosh, për të përshtatur, forca jote ka qenë pikërisht kjo. Me mbet njeri i njëjtë, pa maska, pa rolet rreme, sepse në fund njerëzit nuk lidhen me pozitën, por lidhen me njeriu. Prandaj është shumë e rëndësishme me qenë vetvetja edhe me arrit me ruajtat identitetin, cili person ke qenë ti përpara se mu bo në pozitë të rëndësishme, edhe me ruajtat spontanitetin, originalitetin, sepse ajo është vlerë e vërtet, për shkak se pozitat vinë e shkojnë, kurse identiteti është ajo që na dallon prej tjerëve në një botë e cila është shumë dinamike edhe me transformime të vazhdueshme. Pastaj vazhdojmë apo jo? Po, mund ta lexoni deri në fund. Kem mësuar se suksesi nuk është një pikë ku arrin të ndalesh, është rrugtim, është lodhje, është sakrificë, është rënje dhe është ngritje. Dhe mbi të gjitha është durim, sepse nuk ekziston njeri me karakter të fortë që ka pasur rrugë të lehtë. Çdo vështirësi të ka formuar edhe nuk të ka ndalur. Është shumë e rëndësishme këto me theksu, po do me theksu për shembull një element që ndoshta pak shumë njerëz e dinë. Gjatë karrierës time 20 vjeçare administrat tatimore të Kosovës, edhe pse kam qenë pothuajse gjithmonë menaxheri me indikator të performancës më i miri, dy momente i kam përjetuar që më kanë përjashtuar prej punës. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se kom refuzuar mi u bashkangjit aty në klaneve që kanë punuar në mënyrë preferenciale. E kam ruajt identitetin, e kam ruajt korrektësinë edhe respektimin e ligjit, kjo më ka kushtuar 2 herë me përjashtim prej punë. Normalisht që pastaj me ankesa, me proces gjyqësor jam kthyr në punë, mirë po kjo ka ndikuar shumë në formimin e karakterit edhe në kalitjen si një lider, si një menaxher i cili duhet i përmbahet rregullave themelore, duhet i përmbahet parimeve, kritereve, edhe kur sfidohesh, duhet me pas parasysh se korektësia është parim edhe nuk është opcion. Okej, faleminderit. Ka pasur momente kur emocionet kanë qenë më të forta se logjika, por aty ke kuptuar diçka të rëndësishme, që reagimi i ashpër nuk është gjithmonë përgjigjja e duhur. Qetësia, maturia dhe inteligjenca emocionale janë ato që të mbajnë në drejtimin e duhur edhe kur brenda ke stuhi. Këtu po du me theksuat indikatorin inteligjenca emocionale, i cili e mat aftësinë e një personi se sa është në gjendje me i kontrollu reagimet e veta në momentin kër është në ndikimin e emocioneve. Ata lider të cilët nuk janë në gjendje me i kontrollu reagimet e veta, e kanë një mungesë serioze. Një person, pozitë të rëndësishme, dallohet për ka vetë përmbajtja e ju për nga reagimi i ashpër. Të paktën kështu do duhet të ishte, edhe unë këtu dallohuna për një vetë përmbajtje, të paktën kështu e thunë të tjerët. Vazhdojmë edhe me pika tjera,
Ndoshta dikur ke menduar se suksesi është arritje. Sot e di që ndonjëherë suksesi është edhe një formë përgjegjësie, një revansh i heshtur ndaj dyshimeve, ndaj sfidave, ndaj atyre që nuk të kanë besuar, por pa zhurmë me punë. Unë e konsideroj se na jetojmë në një shoqëri interesante ku shumë njerëz e kanë moje gjuhës fjalën revansh. Unë e konsideroj se revanshi më i mirë është suksesi. Prandaj edhe e kom theksu këtë pikë, të gjithë atynëve që dyshojnë, mas mirë ju përgjigjesh kur je suksesshëm, në mënyrë të heshtën, në mënyrë të njanshme, por në mënyrë kuptim plotë dhe në mënyrë të fuqishme. Mos harro të falenderosh ata që të kanë qenë pranë teje në momentet kur nuk ishe asgjë dhe ata që të kanë sfiduar sepse të kanë bërë më të fortë. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë sepse na gjatë jetës tonë, gjatë karrierës, gjatë jetës personale, familjare, profesionale, kalojmë në për lloj-lloj sfida, lloj-lloj situata, edhe normal është që në momente kritike duhet përkrahja e personave. Edhe duhet me qenë falemnderues, sepse një nga vetit më të këqija që unë e konsideroj është mosmirënjohja edhe të qenërit jo falemnderues. Edhe masi veç jemi këtu, po du mi përmend dy persona, për karakterin edhe integritetin, personit që kanë ndiku të unë mas shumë të është baba im, Indjeri. A i ka qenë zanatli, ka qenë grubeqar, mirë, po ka qenë një person me një karakter dhe me një integritet dallum, kurse për karierën politike duhet me falemnderu Kadri Veselin, i cili konsideroj padrejtisht po mbahet në Hagë, ka qenë një person i cili më ka fut në politik, më ka përkrah, edhe çdo premtim që e ka dhënë ju ka përmbajtur. Edhe duke ju falemnderuar kryesisht për krahjes tij,